Një policor këtu në Gjakov, ku po intervistohen më shumë se 50 persona si të dyshuar që kanë bërë dallavera në fakt me rezultatin zgjedhor në Malishev. Është gati drejt fundit, veturat në fakt furgonet po i presin të ndezur ata, se nëse prokuroria kërkon në mas të ndalimit për 48 orë, me këto mjete ata do të barten në qendra të ndalimit. Megjithatë kemi kuptuar se brenda stacionit policor një pjesë e madhe e tyre kanë thënë që nuk kanë faj nëse rezultati i zgjedhjeve nuk ka dalë i rregull dhe i sakt, pasi që vetëm i kanë lexuar atë çfarë është shkruar në vot, në fletën e votimit, derisa nuk dihet nëse personi tjetër e ka shkruar dhe ka futur në sistem si të tillë, derisa ka edhe të tjerë që kanë refuzuar të deklarohen dhe gjithfar deklarimit të tyre që janë bërë brenda stacioneve policore në fakt që janë të ndara këtu në objektet përcjellse ku edhe po vazhdon intervistimi një pjesë tjetër të tyre. Çka kanë thënë ata, nëse prokuroria do të kërkojë mas ndalimi, për çfarë vepre dyshohet, a është vetëm falsifikimi i rezultatit zgjedhor apo ka edhe vepra të tjera që kanë dalë në pas intervistimit të tyre? Normalisht do të kuptohet në orën 15, pasi prokuroria themelore e Gjakovës ka thirrur një konferencë për media me prezencë të zyrtarëve policorë të cilët kanë zhvilluar aksionin sot, po ashtu edhe kanë marrë në pyetje edhe me prezencën e tyre krejt vëzhguesit dhe komisionerët që kanë qenë të përfshirë në dyshime të paktën janë deri tash në dallaveret me vota në Malishev. Ne do të jemi me patjetër këtu në Gjakov dhe krejt informacionet më të reja nga konferenca dhe zhvillimet të tjera këtu te stacioni policor kur të dalin ata të cilët dyshohet që kanë keq përdorur rezultatin e zgjedhjeve. Ne do të sjellim për gjithë shikuesit e televizionit në edicionet e tjera informative.